Kastrioti është student i Fakultetit të Biznesit në Pej. E për të vijuar studimet, ai duhet të udhtojë nga Gjakova për në Pej dhe Anasjeltes, që brenda muajit i bie të shpenzoj 36 euro vetëm për udhtim. Dhe sipas tij, ky është një çmim i lartë, jo vetëm për të, por edhe për studentët që studiojnë në Prishtinë dhe Prizren. Çmimet do të thonë janë 4 euro ose 3 euro do thotë për Prishtinë, ndërsa për Pej, udhtimi për Pej kushton 1 euro gjysmë, gjithashtu edhe për Prizren kushton 1. Ne kemi kërkuar që për Pej dhe për Prizren do thotë çmimi të jetë 1 euro, do thotë për kategoritë të caktuar për studentët, ndërsa për Prishtinë të jetë 2 euro. Prandaj së bashku me studentë të tjerë janë takuar edhe me zyrtar komunal dhe kanë bërë kërkesë që të lirohen çmimet e biletave për studentë. Ne domethënë në tetor kemi marrë një iniciativë që kemi dërguar një kërkesë te kryetarja dhe te kryesuesi i kuvendit, ku kemi kërkuar domethënë që çmimet e biletave për relacionet Gjakov-Pej, Gjakov-Prishtinë, Gjakov-Prizren dhe Anasjeltas të lirohen domethënë në mënyrë që studentët ta kenë më të lehtë studimet e tyre. E me hallin e tyre është marrë edhe kryesuesi i Asamblesë Komunale në Gjakov. Kam biseduar me ta edhe pse nuk është në ingrencat dhe kompetencat e mia si kryesuesi i Asamblesë Komunale, mirë po kam dashur të njoftoj, meqense sekretari s'ka pas kohë dhe mundësi me i prit. Mirë po kam njoftuar që bordet ndërmarrje publike janë në fazën e ripërthrirjes, do thotë me vendosjen e anëtarëve të 3 drejtorëve të 3 të bordeve dhe kam kërkuar që në momentin kur ato të kenë gjitha strukturat e reja ekzekutive, atëherë do thotë të adresohet në çështje të tillë. Mirë, por në këtë drejtim akoma s'ka lëvizur gjë nga Kuvendi Komunal. Në momentin kur të kemi këto struktura të vendosura në këto ndërmarrje publike, atëherë është pak më lehtë me bisedu, edhe më ulë dhe me gjetë një modus përbashkët. Në anën tjetër, Kastrioti bën të qartë se nëse komuna nuk merret seriozisht me kërkesat e studentëve përkundër dëshirës së tyre, atëherë vetëm zgjidhja ngelen protestat.